Në 29 prill 1914, bandet e ushtarëve të standardëve grek masakruan mbi 200 burra dhe djem hormovit brenda ambienteve të manastirit të Shënmërisë mbi fshatin Kodër. Në muajt prill dhe maj 1914, me 10 mijëra banor të fshatrave të jugut braktisën vatrat e tyre dhe u dynën drejt veriut. Kjo masakër është përkujtuar nga banorët e atëtar të zonës tek memoriali ngritur në derë të rënëve. Ata thonë se drejtësia duhet të vendoset në vend. Masakra e Hormovës ndodhi më 29 prill 1914 në fshatin Hormov të bashkisë së Tepelenës. Këtu u vranë mbi 217 burra. Ngjarjet më të rënda të shekullit kaluar, ku trimat Hormovit nuk pranuan të firmosin për Borjo Epirin, shpëtuan kombin shqiptar, ku Evropa perëndimore u trondit. Hormova dhe Reçaku kanë një ngjarje të përbashkët që njohën kombin shqiptar gjithandeja. Prandaj, i paharruar kujtimi i tyre. Memorial nisi me iniciativë të patriotëve pa parti politike. Financimi prap nga shqiptar nga gjithë botë. Pa përjashtim, jemi pasardhës të këtyre martirëve. Jemi gjaku të tyre dhe si të tillë kemi detyrimin moral dhe shpirtëror të kujtojmë dhe respektojmë brez pas brezi në jetëve. Hormova ka shumë kapacitete individuale, por kontributi i tyre për mëmën Hormov dhe për kushtimi janë të pamjaftueshëm dhe të disa është zero. Këtë e vërteton edhe mungesa e tyre sot në këtë ditë përkujtimore. Këtu përfshihen edhe rreth 6-7 ish kryepleq të cilët duhet ishin këtu sot të nderonin martirët e masakruar. Egoizmi, urrëtia, mbyllja në vetvete e kanë thelluar përçarjen, i kanë prerë rrugën bashkëpunimit dhe programimit të punëve që Hormova të bënet zonjë ashtu si që meriton. Që Pallati Madh i Kulturës mos të ngelet strep për kafshët, sepse ishte një qendër e madhe qytetërimi dhe emancipimi, por ata që vullndor dhe e shkatëruan bën barbarizëm duhet i vrasë ndërgjegja. Të dashur pjesëmarrës, u falënderoj që keni ardhur sot këtu në këtë ditë përkujtimore. Po ashtu shpreh mirënjohjen time të thellë edhe për ata që kanë ardhur këtu në përvjetorët e shkuar. Gjithashtu, unë përulem me respekt para atyre njerëzve me zemër të madhe, me mendje të kthjellë, fisnikër, adhetar e bujar që kontribuan financiarisht për ndërtimin e këtij memoriali. Secili me prezencën e tij dhe kontributin kujton, respekton dhe nderon martirët, Hormovën dhe kombin. Të dashur pjesëmarrës. Në ky vend këtu në çdo përvjetor kemi drejtuar disa kërkesa organeve të pushtetit, por ato kanë rënë në vesh të shurdhë. Ata janë përfaqësues të popullit dhe kanë detyrim kushtetues që t'i dëgjojnë dhe konkretizojnë kërkesat, ankesat, mendimet dhe propozimet e njerëzve. Ne midis të tjerash kemi kërkuar që këta 217 martirë të shpallet dëshmorët ateut, sepse me kontributin e tyre adhetare patriotik jemi krenar dhe koklar, jo vetëm në Hormovitët, por i gjithë kombi. Sepse ata për krahas Ela Musait luftuan heroikisht për integritetin e trojeve shqiptare kundër shovinistëve grek që synonin pushtimin e Shqipërisë së Jugut deri në Shkumin. Këto luftime zhvilloheshin në kohën kur konferenca e ambasadorëve në Londër diskutonte për çoptimin e trojeve shqiptare dhe vendosjen e kufive të saj në të gjitha anët me shqiptarë. Qenë në shkollë, qenë akademik dhe qenë kishin mbaruar në Istanbul, qenë jurist. Po buçi kanë buçi vendosur. Po kjo qetë çmëri. Bravo. 29 prill. 29 prill. Rregullojeni ju si Hormovit po platoni. Ju si Hormovit rregullojeni dhe ne pas juve. Nisur nga këndvështrimi i qytetarëve, pabarazia ekonomike në rajon por edhe në Shqipëri është më e lartë se matet zyrtare, ka evidentuar Banka Botërore në raportin e rregullt ekonomik të pranverës për rajonin e Ballkanit. Në Shqipëri, koeficienti i Gini që mat treguesin e pabarazisë është 36, ku një personi vetëm pra zotëron gjithçka, por 82.2% e qytetarëve perceptojnë pabarazi të lartë, e cila po vjen në rritje.
Në Kosovë është 29, ndërsa 54.8% e popullsisë percepton një pabarazit të lehtë. Në Maltë të Zi, matja objektive është 34.4. Banka Sheme shqetëson faktin se perceptimi i pabarazisë jo vetëm që mbetet i lartë, por besohet se po përkeqësohet. Rreth 2/3 e popullsisë në rajon mendojnë se ndeku mes të pasurve të varfërve është rritur përgjatë 4 viteve të fundit. Në Shqipëri dhe Maqedoninë e Veriut, mbi 80% të anketuarve e ndajnë këtë si bindje. Kredia për ekonominë ka vjuar të rritet me ritme të shpejta dhe në 3 muajt e parë të 2025, sipas shifrave të publikuara nga Banka e Shqipërisë, kredia për ekonominë arriti në 864 miliard lek në muajin mars, një rritje kjo me 2% në krahasim me muajin shkurt dhe 13% në krahasim me marsin e vitit të kaluar. Ndikimin më të madh në këtë rritje ka dhënë kredia e marrë nga bizneset. Të dhënat zyrtare tregojnë se kredia e bizneseve private ka pësuar një rritje me 2.5% në mars, duke ka përkushtuar një vlerë prej 488 miliard lekësh. Në rastin e bizneseve, mizotëron kredia në valutë me 264 miliard dhe kredisë në lek prej 223 miliardësh. Edhe në terma të rritjes në krahasim me shkurtin ose në krahasim me të njëjtin periudhë të vitit 2024, kredia në valutë është ajo që ka pasur rritjen më të madhe. Për bizneset e vogla e të mesme ka qenë më e lehtë marrja e kredi në tremujorin e parë të këtij viti, ndërsa kryetësimi i standardeve të kreditimit pritet të vijojë edhe tremujorin e dytë. Të dhënat nga vërtetimi më i fundit i Bankës Qendrore mbi aktivitetin kreditues në vend tregojnë se kostot dhe kufizimet më të ulta nga bilanci bëjnë që bankat të tregohen më tolerante për sa i përket dhënies së kredive ndaj këtij segmenti të bizneseve. Kushtet e termat e kredisë, i cili referohen kushteve dhe afatet e kredisë së miratuar, sikurse përcaktohet në kontratën e huas, mbi të cilat është rënë dakord midis bankës dhe huamarrësit, që variojnë nga profili i secilit huamarrës, mund të ndryshojnë nga standardet e kredisë. Megjithatë, sa i kërkesat të lartë është përgjigjur një shkallë më e ulët e miratimit të kredive nga bankat, faktorët që ndikuan në rritjen e refuzimeve për kredi të bizneseve ishin historiku nga regjistrimi i kredisë, të ardhurat disponueshme dhe pasuria financiare të bizneseve. Presidenti i Ukrainës Volodymyr Zelensky ka thënë se nuk dëshiron një armëpushim të përkohshëm, por një paqe të përjetshme midis Ukrainës dhe Rusisë. Zelensky thesoi se për qeverinë e tij është më e rëndësishme jeta e njerëzve, pasi sipas tij për Kremlinin janë paradat e Putinit. Për disa arsye, të gjithë duhet të presim deri në 8 maj që të vendoset një armëpushim për të siguruar paqen për Putin gjatë paradës. Ne vlerësojmë jetët njerëzore dhe jo paradat. Ne besojmë se dhe bota beson se nuk ka asnjë arsye për të pritur deri më 8 maj dhe armëpushimi nuk duhet të jetë vetëm për disa ditë, vetëm që vrasjet të vijojnë më pas, ka thënë Zelensky. Të paktën 15 persona kanë ndruar jetë si pasojë e një zjarri shkatërrues që shpërtheu në një hotel në qytetin e Kalkutës në verilindjet e Indisë. Lajmi u konfirmuar nga policia lokale ditën e sotme, e cila njoftoi gjithashtu se 10 persona të tjerë janë shpëtuar nga dhomat dhe çetia e godinës. Zjarri shpërtheu në mbrëmje dhe deshën disa orë për ta vendosur në kontroll. Ekipet e zjarfikësve u përballën me vështirësi të shumta për shkak të përhapjes së shpejtë të flakëve dhe tymit të dendur që përfshiu shkallët dhe korridoret e hotelit Riturai, i cili ndodhet sipas mediave në një magazin tregtare. Sipas dëshmitarëve, shumë prej të ftuarve përpoqën të shpëtonin duke dalë në çetin, ndërsa të tjerë u panë të kapur pas dritarëve. Autoritetet kanë nisur një hetim të gjerë mbi shkaqjet e incidentit dhe masat e sigurisë në këtë godinë. Franca akuzoi të martën inteligjencën ushtarake ruse për një seri sulmesh kibernetike përgjatë dekadës së fundit, përfshirë ndaj një organizate të përfshirë në lojrat olimpike Paris 2024 dhe ndaj fushatës së parë presidenciale të Emmanuel Macron në vitin 2017. Që nga viti 2021 një degë inteligjencës ushtarake ruse e specializuar për sulme të tilla ka shënjestruar gjithashtu 10 entitete franceze, përfshirë sektorët e mbrojtjes, financave dhe ekonomisë, ka thënë Ministria e Jashtme franceze. Franca
dënon me forcën më të madhe përdorimin nga ana e shërbimit të inteligjencës ushtarake të Rusisë të grupit të sulmit APT-28, përgjegjës për ditë sulmeve kibernetike ndaj interesave franceze, thuhet në deklaratën e Ministrisë së Jashtme.